aftësisht. Për herën e fundit, James Peter Covey ol të njëjtën në karrikën e dëshmitarit. Kështu zëvendësi i Bernard Kushnerit përfundoi dëshminë që zgjati afro 20 orë në procesin ndaj Thaqit, Krasniqit, Veselit e Selimit. Edhe në pyetjet e trupit gjykues, 81 vjeçari theksoi se nga pikpamja e tij, Thaqi nuk ishte autoritet mbi komandantët e zonave, të cilëve madje edhe u friksohej. Që u trembej ishte e qartë edhe në Rambuje, që ai është kërcënuar drejt për së drejti nëse pajtohej me kërkesat e komandantëve të zonave, por ishte edhe sjellja e tij në përgjithësi e qartë, mënyra se si ishte shumë i kujdesshëm sa u takon marrëdhënieve me udhëheqjen e lëvizjes së UÇK-s, sikur se u thash më herët. Në këtë drejtim, Amerikani kishte vërejtur se Thaqi nuk ishte autoritet as për të parandaluar krimet. Gjatë punës sime asnjëherë nuk pash diçka që më bënte të dyshoja se Thaqi mund të ishte në gjendje që të ndalonte ose parandalonte krimet që dyshohet se janë kryer nga pjesëtarët apo ish-pjesëtarët e UÇK-s. Më herët, Covey u drejtuan disa pyetje edhe nga avokati i Thaqit. A keni parë ndonjë gjë që do t'ju bënte të mendonit apo të besoni se zotri Thaqi përpiqej të merrte pushtetin në Kosovë përmes apo duke kryer krime kundër kundërshtarëve të tij, qoftë personalisht duke kryer krime apo përmes pjesëtarëve të UÇK-s që kryenin këto krime në interes të tij? Por në sytë e diplomatit, Thaqi nuk ishte ai person. Ne arritëm në këtë vlerësim se ai dinte se nuk i kishte këto gjëra, nuk i kishte këtë pushtet, këtë fuqi. Pra filloi këtë karrierë duke zbuluar hap pas hapi atë që mund ta bënte dhe si mund ta bënte për të krijuar rrugtimin e tij politik. Tutje me shëtëqe pyetje edhe për citatin e një libri cilin e kishte shkruar Covey ku thuaj se ekstremistë të UÇK-s kishin kryer krime. Hashim Thaqi e Agim Qeku, a ishin këta ekstremistë? Në fakt jo, në fakt është krejt e kundërta. Kur dëshmia ishte ka fundi, Covey pati diçka të fundit për të thënë. A mund të bëj një koment të fundit? Nuk mund të bësh, sepse nuk mund të ndjekim atë me pyetje pasuese. Kështu Covey u dha leje të dalë nga salla derisa seanca po vazhdonte me çështje të tjera.